Kjo që do paraqesim sot është një nga skenat më të forta emocionale të episodit. Gjëja ndodhet në burg, i rrethuar nga presioni, rreziku dhe armiqt. Por mendja e tij është vetëm tek Alia. Edhe pse fizikisht janë larg, lidhja mes tyre mbetet e gjallë. Ndërmjet telefonatës, Gjan përpiqet të tregojë qetësi dhe kontroll, por pas fjalëve të tij, fshihet shqetësimi i thellë për Alien. Ai përpiqet të mos e tregojë dobësinë e tij, duke e shtyrë Alien të mendojë më shumë për veten se sa për te. Nga ana tjetër, Alia e ndjen se diçka nuk shkon, edhe pse përpiqet të duket e fortë. Ai e kupton se Gjan është në rrezik, por ai zgjedh të mbajë larg frikën dhe dhimbjen e tij, vetëm për ta mbrojtur atë emocionalisht. Skena që zhvillohet brenda burgut është një nga momentet më të forta dhe më të errta të episodit. Gjan përballet drejt për drejt me xhaxhain e tij Xhmelin dhe me Halis, pas një frikë dhe pas një hap pas. Qëllimi i tij është vetëm një, të zbulojë kush e vrau Boranin. Atmosfera është e rëndë, kërcënuese dhe plot tension. Gjani nuk kërkon me justifikime dhe asnjë fjalë boshe. Ai vë përballë me pyetje të drejtë për drejta, duke i detyruar të përballen me të shkuarën dhe me përgjegjësinë e tyre. Çdo sekondë e kësaj përballje tregon se ai është gati të shkojë deri në fund, pa marrë parasysh lidhjet familjare. Xhmel përpiqet të shmangë përgjegjësinë, duke lënë të kuptojë se gjithçka mund të ketë ndodhur pa qëllim të drejtë për drejtë, por Gjan nuk bindet. Ai e di se dikush ka folur, dikush ka treguar vendodhjen e Boranit, dhe kjo e çoi atë drejt vrasjes së tij. Halis gjendet në presion të madh. Heshtja e tij, reagimet e pasigurta dhe mënyra se si përpiqet të mbrohet e bëjnë edhe më të dyshimt. Gjan kërkon emra, kërkon detaje, kërkon të di kush ishte i pranishëm, kush e dëgjoi sekretin dhe kush e nxorri jashtë. Në këtë moment vendimtar të episodit, tensioni në burg arrin kulmin. Gjatë përballjes me Gjanin, Halis bën një deklaratë tronditse, duke thënë se përgjegjës për vrasjen e Boranit janë Adim Bajbarasi dhe Xhmel. Ky pretendim e ndryshon menjëherë rrjedhën e ngjarjeve dhe bën situatën edhe më të rrezikshme. Por Xhmel reagoi ashpër, duke mohuar publikisht këtë akuzë. Ai këmbgul se Halis po gënjen për të shpëtuar veten, duke i dhur fajin mbi të tjerët. Përballja mes tyre bëhet e egër dhe plot akuza, ndërsa secili përpiqet të dalë i pastër nga kjo histori. Gjani dëgjon të dy me kujdes, por nuk i beson plotësisht asnjërit. Për te, një gjë është e sigurt, dikush po fsheh të vërtetën dhe dikush ka tradhtuar. I vendosur dhe i palëkundur, Gjan betohet se nuk do të dalë nga burgu, pa zbuluar se kush e vrau vërtet vëllain e tij. Në një nga skenat, Alia takon Naren dhe Kajen. Pas një sër ngjarjesh tronditse, ajo ndjen nevojën të kërkojë falje ndaj Nares, duke kuptuar se edhe pse ajo ka dalë nga spitali, po kalon një ferë emocional që nuk mund të shpërfillet. Por skena nuk është vetëm për t'u penduar. Alia i betohet Nares dhe Kajes se nuk ka asnjë lidhje me vrasjen e Boranit. Fjalët e saj shprehin sinqeritet dhe dëshirën për drejtësi, duke krijuar një lidhje besimi të fortë mes tyre. Nare dhe Kaja e dëgjojnë dhe e besojnë, duke e qetësuar pak situatën dhe duke e mbështetur Alien. Ata e kuptojnë se vendimi i Gjanit, i cili i ka vendosur një varse në qafë, nuk është thjesht simbolik, por shpreh besimin dhe dëshirën e tij që Alia të mbetet pjesë e familjes Alboran. Por paqja dhe siguria janë të brishta. Nare ende e frikësuar, shpreh shqetësimin më të thellë, po sikur xhaxhai i saj Xhmeli të ketë vrarë djalin e tij Boranin, dhe me e keqja, ai është gjaku i tij. Ky mendim i rëndon shpirtin duke e bërë situatën edhe më të tensionuar dhe të pasigurt për të gjithë. Në këtë skenë, Sadakat kundërshton hapur Alien, duke sfiduar autoritetin dhe vendimin e saj. Tensioni mes tyre është i dukshëm, pasi Alies i është ndaluar të takojë të birin e saj Gjanin në burg. Ajo nuk ndalet këtu, ka përdorur të gjitha mjetet e mundshme për të siguruar këtë vendim, madje ka kontaktuar dhe avokatin në mënyrë që ndalimi i takimit të bëhet efektiv. Kjo tregon se Sadakat vazhdon të ketë kontroll dhe planifikim dhe është e vendosur të mbrojë interesat e saj dhe të familjes. Skena vazhdon me Sadakatin, ku ajo dëgjon një bisedë mes Fikrijes dhe Ailës, ku Fikria shpreh shqetësimin dhe frikën e saj më të thellë,
ajo ka frikë për Halis, duke menduar se ai mund të vdesë nga Xhihan. Sadakat e sheh këtë si një mundësi për t'i akuzuar hapur. Ajo i thot se ato po përpiqen të dëmtojnë Xhihanin dhe të shpëtojnë Halis, duke i përplasur përballë rrezikut të intrigave. Por Fikrie përpiqet t'i ndalojë këto akuza. Ajo kërkon nga Sadakat që të mos akuzojë vajzën e saj pa arsye, duke treguar mbrojtjen dhe dashurinë që ka për te, dhe duke kërkuar pak drejtësi në mes të këtij kaosi. Pas akuzave të Halis, Xhihan përballet me Nadimin brenda burgut, duke kërkuar të zbulojë të vërtetën për vdekjen e vëllait të tij Boranit. Ai drejtohet Nadimit me vendosmëri dhe dyshim, duke kërkuar një përgjigje të ndershme mbi përfshirjen e tij në këtë ngjarje tragjike. Por Nadim reagon i qetë dhe i bindur, duke e siguruar Xhihanin që nuk ka arsye të dyshojë tek ai. Ai e qetëson, duke treguar se nuk ka lidhje me këtë krim dhe nuk ka fshehur asgjë. Por Xhihan është i vendosur dhe nuk do të lejojë asgjë të mbetet e pazbuluar. Më pas Xhihan përballet edhe me Shahinin. Ai i thot se do të zbulojë çdo të vërtetë, pavarësisht se çfarë rreziku mund të vijë, dhe madje edhe nëse babai i tij Xhmeli rezulton të jetë fajtor. Kjo shpreh vendosmërinë e Xhihanit për drejtësi dhe gatishmërinë për të shkuar deri në fund, duke sfiduar lidhjet familjare dhe frikën personale. Një tjetër skenë, Fikrie ka një bisedë të rëndësishme me Naren, ku pyet në mënyrë të kujdesshme dhe kurioze për zonjën Mine. Gjatë bisedës, ajo gjithashtu e ndikuar nga kurreshtja, pyet nëse Mine është e martuar. Por papritur, Fikrie i zbulon Nares një sekret tronditës: Mine është Axhan. Lajmi e godet Naren si një rufe e papritur. Shoku dhe përzierja e emocioneve, surpriza, shqetësimi dhe pasiguria e bën këtë moment jashtëzakonisht dramatik. Nare mund të përballojë menjëherë këtë të vërtetë, duke e lënë të kuptohet frika dhe ankthi që ndjen për pasojat e mundshme. Një nga pjesët e tjera të episodit është teksa Sadakat përballet drejt për drejt me Minen. Mine e vendosur dhe kurioze pyet se si do ta lindë fëmijën, duke prekur direkt natyrën e situatës dhe lidhjen e saj me Xhihanin. Por Sadakat, e ftohtë dhe e kontrolluar, nuk i shikon këto pyetje si shqetësim. Për te, rëndësi ka vetëm ndikimi i shtatzanisë së Mines mbi marrëdhënien midis Xhihanit dhe Aliës. Ajo i tregon Mines se edhe nëse fëmia është vajzë, do të lejojë që Mine të qëndrojë në një nga dhomat e konakut, por kur nuk do ta pranojë si gruan e Xhihanit. Sadakat është e vendosur, Xhihan duhet të marrë një vajzë të paprekur sipas bindjeve të saj, dhe ajo nuk do të lejojë që statusi i Mines të ndërhyjë në rregullin dhe rendin e saj brenda familjes Alboran. Këto ishin dhe disa nga pjesët e serialit sekrete, tradhti dhe betejë për pushtet brenda konakut po dalin në dritë. Xhihan është i vendosur të zbulojë të vërtetën për Boranin. Alia përpiqet të mbrojë emrin e saj, ndërsa Sadakat nuk do të lejojë që askush t'i kërcënojë planet dhe familjen.